Zoti Ligjita, e kush që kërkohet sot për kohën që po na ikën. Kohën ne kemi si temë bisedash, temë shqetësimi, pothuajse gjatë gjithë komunikimit tonë të zakonshëm çdo ditë. Menaxhimi i kohës, si duhet menaxhuar më mirë koha, si duhet kuptuar ajo, fillimisht duhet kuptuar dhe më pas si menaxhuar për të realizuar të gjithë qëllimet, të gjithë objektivet tona dhe për të qetë edhe raport me atë se si e kemi kaluar këtë kohë, a kemi ndonjë breng, a jemi në konflikt me veten në raport me mënyrën se si sillemi pra me kohën. Për ta diskutuar këtë tematik, kaq të mpret, individuale dhe njëkohësisht edhe sociale, unë kam të ftuar Denis Gafurin, që është një menaxher biznesi. Dhe me sa e di unë, në biznes koha është kapital, trajtohet si kapital. Ne nuk e prekim atë, nuk e amballazhojmë, nuk e transportojmë, por ai është kapitali vendimtar në një biznes të suksesshëm, apo jo? E thash unë, ju do ta shtjelloni. Dhe Recep Bytyqi, hoxh i nderuar nga Lipjani, i cili gjithashtu do të na sqarojë rëndësinë e kohës, vlerën e saj, mesazhet qellore që kanë ardhur pikërisht për kohën dhe se çfarë statusi, çfarë vendi zë ajo në jetën e individit. Mirë se u kam të dyve në studio. Do ta filloj me ju, i nderuar Denis. Ç'është koha në një biznes? Pra, kur fillon një biznes, ndërtohet një strategji biznesi, çfarë vendi zë koha? Së pari desha t'ju falenderoj për ftesë. Kam dhënë edhe kënaqësinë të jam këtu të flas lidhe me këtë temën në fjalë. Biznes është gjëja më e rëndësishme, është koha. Sigurisht edhe shumë gjëra të tjera, po ka vlerën e jashtëzakonshme. Për me menaxhu mirë kohën, duhet së pari të vendosim objektivat. Ku do me çfarë qëllimi kem në jetë, edhe në biznes, ashtu edhe duhet ta trajtojmë edhe nëpërmjet menaxhimit të kohës duhet ta realizojmë këtë. Shumë më rëndësishme gjatë procesit të menaxhimit të kohës është që krijimit të urgjencës. Çka nënkupton kjo? Nënkupton që mos të humbim kohë. Pra çdo lëvizje, çdo gjë duhet të jetë përllogaritur me kohën. Me kohë. Mandej, gjëja e dytë më rëndësi është ndalimi i zhagitjes, humbjes kohës së panevojshme. Po, zvaritjes. Zvaritjes, po. Punët që janë më rëndësi duhet kryen me njëherë. Mark Twain, një shkrimtar amerikan, ka një thënie shumë interesante që thotë mëngjes gjëra e parë që duhesh ta bësh është të hash një brët kohës të gjallë, që nënkupton të bësh punën më të vështirë mëngjes, që këto punë tjera që i ki, të shkojnë ma letë, të të kalosh ma letë. Një sen tjetër që ka vlen në këtë ecuri të menaxhimit të kohës është me pas kujdes shumë me shpërqendrim. Sot mjetet e shpërqendrimit ke mjaft. Të fillu prej rrjeteve sociale, prej Twitterit, prej me telefonata të ndryshme, kohën kur e keni kohën për me kryer ndonjë punë me rëndësi, është mirë ta fikni telefonin, t'i lëni anash emailat, edhe t'i përqendroni me fokus 100% asaj kohës. Çka vlen të përmendet gjithashtu është edhe që të bëhet lista e punëve ditore. Pra që ti ta dish se çfarë do bësh me këtë kohë që ke në dispozicion. Jim Rohn është prap një spiker, një trajner i shitjes jashtëzakonshëm në Amerikë, i cili tregon për shitjen, thotë kohën mos e nis ditën pa e vendosur në letër. Me këtë punë që kemi pa me i kry, do të çfarë ti vendos letë, edhe një nga një ti me tik ti realizosh ato. Unë kisha pas dëshirë një slajda që i kem, pak të prezentoj mënyrat se si menaxhohet koha mas mirë. Na të gjithë duhet të dimë mas parti direkcioni ka po shkojmë. Nëse ne jemi në një anije, edhe nuk e kem vendos ku kem mbri në një port, ajo anije do të lundrojë derisa i zbrazen derivatet, karburantit, edhe do të humbas dhe të shkut. Kështu që neve na duhet një destinim ku kem me mbri me ato. Si në jetë, si në shkollë, si në punë, për gjithë shka e vlen.
Gjëja më e mirë është që të vendosen objektivat. Në tabelën e parë që kom paraqit këtu edhe në trajnimet e mia të shitjes i udhëzoj pjesëmarrësat, gjëja më e rëndësishme është të kem shëndet mirë. Apo arsyeja pse ne na duhet të kem shëndet mirë, pse na secili prej neve është më i rëndësishmi. Nëse na nuk jam shëndetshëm, nuk mund të ndihmojmë as familjes, as firmës ku punojmë, as shtetit. Nuk je produktiv, nuk je produktiv. Produktivitet. Mandej, veprimi, çka duhet bërë që të jem na të shëndetshëm? Na duhet të ushqehemi mirë, të ikim ushqimeve të procesume, ëmbëlsirave, ushqimeve të dëmshme, edhe të ushqehemi shëndetshëm. Mandej, të bëjmë ushtrime fizike, mandej të kem gjumë të mirë, edhe data për me arritë sukses, duhet të vendosim për secilin objektiv një datë të caktuar. Mandej, në objektivin e dytë që e kom para pa, që duhet me arritë një jetë, është familje të mrekullueshme, burr, grua dhe fëmijë. Arsyeja pse e synojmë këta, se familja neve na bën të lumtur. Në shtyllën e dytë vendoset lumturia buron nga një familje. Mandej, veprime, çka duhet bërë për me pas një familje të mrekullueshme, duhet me punu, se familja kërkon obligime, është obligime dhe përgjegjësi, duhet mi mbajt ata, mi shkollu, edhe data e kompletimit duhet vendoset, dhe me çfarë kohe duhet të vendoset kjo datë. Mandej, ndër objektiva tjera zakonshme të njerëzve janë të kem një vetur, ne kom vendosur aty në vetur Toyota. Arsye pse? Të kam statut, të kam respekt, të knashta, të shkoj për rrugë, shkoj në Shqipëri, në Durrës, kudo që asim pushime, e vendos atë, veprimi, çfarë duhet bërë? Tash prapë po lidhet me punën. Edhe ja vendos prapë objektiv, deri kur e sheh veten, që ti mund ta fitosh veturën, derisa ta fitosh. Gjitha po lidhen me punë. Mandej njerëz zakonisht kanë dëshirë të shëtisin. Paris, Londër, Stamboll, kudo që ju merr mendja, Dubai, whatever. Edhe ato sjarja, pse, do në me pa kultura të reja, me mësu gjana të reja, përvoja të reja për njerëzve, çka duhet bërë? Prapë duhet me punu, po gjitha këto bëhen me shumë punë, me shumë angazhim, me përkushtim. Dhe të gjitha brenda produktit kohë. Kohë. Të gjitha janë të shtrira në Krejt kohë. duhet me menaxhu mirë. Prandaj koha fillon marrja e kohës në konsiderat. Konsiderat duke vendosur objektiva. Është edhe një slajd tjetër, a bën të lutem, slajd tjetër. Slajdi tjetër është në aspektin profesional. Objektiva e parë është që zakonisht preferohet është të jem më i mirë në punën që e bëj. Në shtyllën e dytë vendoset një listë gjërave që duhet bërë për të arritur këto objektive. Çka duhet bërë njëri? Të punojë mirë me përkushtim. Madje pengesat, cilat pengesat sfida, gjitha çka vjen përpara, duhet ti të kalojmë. Mandej, kush mund të ndihmojë në realizim të objektives, ma sporti vetja, vullneti i madh për marrë qëllimin, mandej mundet vëlla, motra, prindi, shoku, menaxheri në son punë, apo kushdo tjetër. Edhe cilat njohuri neve na vinë për me fitu, për me qenë më i mirë në punën cilën e bën, apo çka duhet me bëna, vazhdimisht duhet mu vetë përmirësu. Mënyra vetë me përmes përpara është mu përmirësu. Ton kohën. Unë shpesh i udhëzoj edhe pjesëmarrës prapë të sektin trajnimit, duhet lexojmë s'pak unë në dite. Nëse lexojmë 5 orë për 5 ditë, një libër lexojmë. Imagjinoj çka për një vit 52 libra me lexuar, sa pasëm bon. Sa bagazh që merr. merr. Sa farë bagazh i fitojmë. Hajde s'po mbriheshin 52, 30 libra me lexojmë, ajo është shkencë veti. Vazhdimisht duhet të investojmë vetin përmirësojmë çdo aspekt. Mandej, prapë në aspektin profesional e kom vendosur objektiv, ja kom vendosur pëzojmë një 50 euro, dikush më tepër në ditje. Mandej, shumica e njerëzve i lojnë fakultetet, edukimin në gjys, e njës fakultetin e le, edhe e lanë, kapet me angazhimet punës, e me tjera dhe lojnë në gjysëm. Mandej, magistraturën gjithashtu, edhe këto duhet me punë plotësu, se është e që përmbushit, që ta knash, shpirtin për më mujtë me vazhdu ma të tjetër. Prapë, po vazhdojmë në të katërtën, është me menaxhoj kohën mirë. Është për me realizu gjitha këto, duhet të menaxhojmë kohën mirë. Të kem disiplinë, si menaxhojmë kohën pra, këto me mbeten disiplinë. teorike nëse nuk menaxhohen nëpërmjet kohës.
Dhe gjitha këto mbetën teorike, mbetën në letër, në qoftë se ti me kohën sillesh keq, si finale e gjithçkaje. Mirë, të vazhdojmë me Rexhepin. Tani ne kemi nevojë të kuptojmë kohën në një dimension tjetër. Si na vjen kjo kohë, si na dhurohet kjo kohë dhe çfarë rëndësie ka kjo kohë për jetën njerëzore, për njeriu vetë, siç ja ka vënë krijuesi i saj. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Menaxhimi i kohës si shkencë, thuhet që është prej shkencave, prej temave që është trajtuar do të herët, mirë po si shkencë në mënyrë akademike i ka fillet prej viteve 60 dhe janë shkruar në 10 libra, duke i përfshi do të edhe prej dietarëve islam, mirë po burimin është tek bota perëndimore, për shkak që e kanë pasi nevojë e sidomos në aspektin e menaxhimit të biznesit të kështu me radhë. Kështu që çdo sen këtë botë i ka do 3 dimensione, e ka gjatësinë, gjerësinë edhe ka lartësinë e thellë. Mirë po, edhe njeriu është i tillë, ka gjerësi, ka gjatësi edhe ka do të aja ana e lartë. Mirë po është edhe një dimension tjetër që është dimensioni kohë. Hasan al-Basriu, kur ka folë për njeriu se kush është, ka thurur një prej definicioneve më gjithëpërfshirëse, i bukur, i jashtëzakonshëm, edhe i drejtohet njeriu në këtë formë duke thënë innama anta ayyam, ti o njeri nuk je asgjë më shumë përveç se një grumbull ditësh. Idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Momenti kur të kalon një pjesë apo një ditë të ka kaluar një pjesë e jetës tënde. Por nga ky aspekt e kupton që produkt kohor, njeriu si produkt kohor, edhe si produkt kohor. Njeriu është vetë koha. Vetë koha, po. Unë dhe ti kemi datëlindje, edhe nesër do ta kemi një datëlindje tjetër të vdekjes. Tash prej datëlindjes deri në vdekje ajo është e përbërë prej viteve, muajve, minutave, sekondave, frymarrjeve. Dhe kjo është koha. Edhe më të vërtetë njeriu do të është vetë koha. Për këtë arsye do të njeriu do të ketë kujdes të veçantë ndaj pasurisë më të madhe që ja ka dhënë krijuesi i madhërisëm. Njeriu e ka begatuar me begati të panumërta. O in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse tenton për t'i numëruar mirësitë, begatitë e Allahut, nuk mundesh për t'i arritur ato asnjëherë. A e shtrojmë një pyetje, cila është pasuria, cila është dhuntia që më së shumti e gëzon krijesa njëri, unë dhe ti, cila është pasuria më e madhe? Pa asnjë diskutim, shëndeti është pasuri, që përmendi Denisi, ose do të që më thonë, me pas njeriu do të me pas pasuri, autoritet, fëmijë, autoritet mirë, ose do të një vend punës që ki të hyrna të mira, të gjitha do të janë do të dhunti dhe janë do të pasuri. Por e vërteta është se pasurinë më të madhe që zotëson njeriu është koha e tij. Dhe nëse e shfrytëzon kohën, pra jo duke e shpenzuar, por duke e menaxhuar dhe mirë menaxhuar, duke qenë eficient, gjithsesi duke me qenë do të edhe efikas në kohën që e ka në dispozicion, s'ka dyshim se bëhet njëri i suksesshëm në këtë jetë të shkurtër, mirë po e arrin suksesin dhe arrin edhe ajo që është e përjetshme në jetën tjetër. Citatet kuranore dhe thënjet profetike sa i përket vlerës, rëndësisë që do ta ketë krijesa njëri ndaj kohës, janë më dhjetëra. Imagjino, po shtroj një pyetje kështu do të shumë thjesht. Për shembull, tejemumi është një opcion, është një term që e njohin do të bota islame. Sa herë është përmendur në Kur'an? Jo më shumë se 2 herë. S'është përmendur më shumë, 2 herë. Pse? Për shkak që ka peshën. Mirë, sa është përmendur do të nocioni apo fjala kohë? Është përmendur saktësisht 729 citate kuranore. A thua rastisht? Jo, nuk është rastisht. Për arsye se do të unë krejt jetën time vetëm 1 herë ose 2 herë kam marrë tejemum, asnjëherë më shumë. Edhe ka mundësi që jeta që më ka mbet, nëse do të jetoj do sa shumica njerëzimi 60-70, nuk mendoj që do të mbipet rasti me marrë do të tejemum më shumë se 1 herë, 2 herë. Kurse koha është përmendur 729 herë për shkak të vlerës, rëndësisë që ja ka dhënë dot krijuesi i madhërisëm dhe njeriu do të jetë vigjilent.
ndaj pasurisë në përgjithësi, ndaj shëndetit që ka, mirë po ndaj kohës si po e shpenzon gjithsesht, si po apo e shfrytëzon, apo vetëm pe shpenzon. Bukur. Denis, profesioni që ke njetë të ka detyruar që t'i qasësh edhe me ndonjë vëzhgim dhe sigurisht kritik shoqërisë ku ti bën pjesë, duke qenë dhe pjesë e saj. Si e kemi marrëdhënien ne shqiptarët me kohën? Vërtet jemi në një raport kështu dramatik, si thuhet rëndomt, nuk ja dim vlerën kohës, se shpenzojmë rrim, ndërkohë që ja dedikojmë perëndimit, suksesin, botës së zhvilluar, edhe menaxhimit të kohës. Po të regoj, unë kam pasur një ballafaqim me këtë dimension, me këtë përvoj në një prej vendeve të perëndimit, ku ishin këto bashkësitë shqiptare të emigrantëve. Edhe ishte mbrëmje, po rinim, po pinim kafe, dhe ngriheshin një nga një, jepnin një përshëndetje dhe iknin. Si që rinin, brofnin këmbë dhe iknin. Edhe kërkova di se çfarë është kjo fenomen. Ai duhet shkon të plotëson orët e gjumit, ka ardhur minuti për të qenë punë nesër. Aty kuptova unë se si e menaxhonte, si menaxhoje koha në perëndim dhe kjo që një shqiptare, e cila në kushtet e një shoqërie të këtushme do ta shtynte, do të vazhdonte muhabetet, më thetë të thash, po edhe një kafe, po dhe një çaj, po ma sill dhe këtë gjën, ashtu, aty ngrije brofte si me komand nga vendi edhe ikte për të kryer procesin. Shumë e vërtet kjo, që punëtorët tanë shqiptarë që dalin në migrim jashtë, janë punëtorët ndër punëtorët më të mirë që migrantë që vinë për shtetet ndryshme. Po e njëjtë, që ata njëjtat punëtorë që kanë qenë këtu, i kanë pas njëjtat veti. Pse nuk ka disiplinë këtu, nuk është e strukturuar. Ndër gjanat më të rëndësishme e shumë sa në shkollë na mësojmë, por janë do tema shumë atraktive, edhe domosdoshme në shkollë që duhet më mësu, është edhe menaxhimi i kohës, edhe vendosja objektiva në jetë. Te na fëmijët dalin e kryjnë shkollën, nuk dinë ka me shku, çfarë shkollimi kam janë bajt. Kështu që si dalin jashtë, që është disiplina bazike që na mungon neve në edukim elementar, se shkolla është themeli i shtëpisë, apo besoj që dhe ju partoni. Po mandej, çka tash vetë prej vullnetit vetë njeriu duhet me mësu, me ulumtu, me pa çfarë po bën ai, çfarë po bën ky, edhe me ndërtu me realizim, me ndërtu vetveten. E neve ajo na mungon shumë, është për keqardhje. Unë i marr shumë shpesh edhe si model të suksesit disiplinën gjermane edhe japoneze. Sa janë disiplinuar ata, sa mirë bukur e menaxhojnë kohën, shkojnë gjithmonë para kohës në punë. Ata shkojnë para kohës, kryjnë mëngjesin, ushqimin, përgatitin, pasojnë maqinat dhe se prodhojnë diçka. Ata në ora 8, si të fillon, ikën, ja fillojnë punës. I kam pauzën e kafes, pauzat i respektojnë me afat shumë, prapë para kohës kthehen. Që na ndodhe kundërta, vjen ora 8, ja nis me pi kafe, bën llafe, merret me thashë thana, shkoj te të gjys o ora 9, ha dhe tash tani nis me punu, prap merret me rrjetet sociale, është për keqardhje ajo. E kam një model, i kisha pas dëshirë një slide që e kam punu një model si për menaxhim të kohës duhet të kemi një binar, si binari, ku i ka treni. Shpesh e ne na ndodh me dal prej binarëve se na përqendrojmë punë të ndryshme, po ne duhet ta dim kohën prej orës kaq në ora kaq çka duhet bëjmë. Edhe pse na kem në shpërqendrim. Në këtë tabele pezojmë kem që shihet lart, është një plan pezojmë prej orës 9 deri në ora 10, zakonisht duhet kontrollohen email-at, që email-at gjatë ditës duhet të kontrollohen 2 herë, në mëngjes edhe në drekë. Nuk ka nevojë me ndaj tërë ditën me pranu email-a, përveç rasteve specifikume që varëm të kohën prej porosive në email, se zakonisht punë zakonshme 2 herë në ditë preferohet shikohen. Duhet shfien punë që atë nuk janë kryer një ditë më herët. Mi vendos në listë edhe mi procesu gjatë ditës ndihim. Mandi, zakonisht, ora
Ma e përshtatshme për mbledhje është prej orës 10 deri në orën 10:30. Mbledhje për punë, planifikimet gjatë ditës, edhe ku do të shkojmë. Mandej, koha më e mirë për telefonata, për caktim termineve, takime me njerëz, është njerëz pak lirohen prej punëve që i kanë zakonshme, është prej orës 10:30 deri në orën 11:30. Kanë efektivitet më shumë, edhe pranojnë më lehtë njerëz, sipas studimeve që janë bërë. Mandej, prej orës 11:30 deri në 11 mund të shihen puno diçka në oferta, të shihen bankat e kry pagesat e klientave ose obligimet që lëshohen pagesat e klientave për furnitor. Mandej, pauza zakonisht shkon prej orës 12 deri në orën 13, ku ka hapësirë aty edhe dikush shfrytëzon pauzën e kryen ushqimin për gjysore, dikush për 20 minuta, po prap mund të më kthym punë me bo analiza, me bo hulumtime në punë. Bezojmë të na kem prej orës 13 deri në orën 14 analizojmë internetin, çfarë na kanë ardhur porositë prej e-commerce-it, prej internetit. Mandej, koha më e mira për takime, për me vendos takimet, është prej orës 14 deri në 14:30. Ku njerëzit janë pak më të lirë dhe i kanë kry punë mëngjesit paraditës që i kanë domosdoshme, atëherë kanë kohë pak më tepër për vendos për takime. Mandej, prej orës 14:30 deri në orën 17. Shumë është më rëndësi që gjatë kësaj kohe me bo një rezume, një përmbledhje të punëve që të janë bërë, edhe ato punë, ato takimet që janë bërë, me këshur çka kam bo mirë, çka kam mujtë me bo dhe ma mirë. Kam qenë takim me Filan Fistekun, kam bisedu këto, edhe kam haru me siguri diçka. E kjo na është tynë të që ma herë që thashë duhet vetë përmirësuam. E mënyra vetë me përmet përmirësu vetën është me rishiku punë të ditës që a i ki bo, ku kem gabu, ku kem mujtë me bo diçka dhe ma mirë, për me përmirësu performance. Mandej, në fund normal, në orë në zyre, praktikohet regullimit tavolines, një 5 minuta më smilon të tavoline e punës të shregull, për shkak se nesër ty të vjen një dokument, ta kesh s'din ka e gjenë. S'di ka e gjenë dhe kjo është pasaj shpenzim kohë? Shpenzim prap kohë. Riskon të koha. I strukturon dokumentet me në vetin, mandej është para pa koha për fëmijë, darka, prej orës 17 deri në ora 20:30, edhe në fund prej orës 20:30 deri në 11 janë aktivitetet me fëmijë, dalja me shëtitje, edhe lexim. Bukur. Kjo është një strukturim parimor i kohës, sepse ka dhe të papritur, ka dhe devijime, ka dhe raste përjashtimore që në mënyrë kronometrike e gjithë ky program ndoshta dhe nuk zbatohet, por fakti që njeriu orientohet dhe e ka si orientim këtë, e ndihmon atë në menaxhimin sa më të mirë të kohës. E qartë. Du ta ketë një besimtar i vetëdijshëm për rëndësinë e kohës këtë që tha Denisi, këtë program të shkruar ose jo të shkruar, por mirë është të shkruar, sepse është dhe me i fiksuar. Shkruar, gjithsesi. Shqo. Menaxhimi i kohës dhe shfrytëzimi i kohës në mënyrën më të mirë të mundshme është civilizim. Ka qenë civilizim kur kanë qenë do të për 1000 vite muslimanët dhe e kanë dëshmuar dhe i kanë treguar botës se një vend i cili ka qenë më i përpambetur në atë kohë, brenda 50 viteve ose do të 100 viteve, kanë arrit me bërë mrekulli fal shfrytëzimit dhe menaxhimit të mirë të kohës. Për arsye se kështu do të janë mësuar do të nga Kurani i Madhërisht dhe nga thënjet profetike. Jo rastësisht krijuesi i Madhërisht është betuar në jetën e Muhamedit alayhis salam, la'amruka, pasha betohem do të në jetën tënde. Për arsye se do të jeta e tij, ajo biografia e tij, fjalët e tija, kanë qenë që të gjitha që do të mja tërhekur vërejtjen njeriut, dhe ta shpytë përderisa shpytë rreth besimtarit, që ai është përgjegjës për çdo frymarrje që e kalon jo minut dhe kohë, por do të jetë përgjegjësi në ditën e llogarisë për çdo frymarrje, e sidomos disa periudha, për arsye se do të periudha rinis ka dallim prej periudhës së pjekurisë apo të pleqërisë apo të fëmijërisë. Dhe thënjet profetike që i ka motivuar me thënjet e mrekullueshme,
do të ightenim khamsen qabla khams, shfrytëzoj, këto shpirti do të çka më shfrytëzu, por shpirti do të nocioni kohë, dhuntia kohë, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Dhe të parën ka thënë ightenim shababaka qabla hiramik, kohën e rinis, që është periudhë e rinis, apo është koha e periudhës së rinis, e cila ka do të moshën e vet. O sihhataka qabla saqamik, shëndetin para sëmundjes, ose për shemb që të gjitha hayataka qabla mautik, jetën para vdekjes. Hadithin që është ndoshta bazë që jep do të nshej për një të vërtetë që është duke ndodhur mesën e shumicës së njerëzimit. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Janë 2 dhunti shumë të mëdha që kanë shumë vlerë, jashtëzakonisht të mëdha, maghbunun, mirë po fatkeqësisht e keq përdorin shumica e njerëzve. Gjithsesi e keq nuk e menaxhojnë mirë. Edhe maghbun i bën që kur njeriu do të blejnë një send që është shumë i lirë, por blejnë do të shumë shtrejt, ose shet një send, një mall, një biznes që kë Denisi e zbërthën ndoshta shumë më mirë, që ka vlerë jashtëzakonisht do të vogël, për të e shet do të me një vlerë shumë të madhe. Që kjo është maghbunën, cilat janë ato as-sihha wal faragh, shëndeti dhe koha e lirë. Që do thotë që nëse njeriu e shfrytëzon kohën, s'ka dyshim se do të jetë prej atyre që është i kënaqur Krijuesi i Madhëshëm me jetën e tij. Prej shenjave dietarët e potencojnë këtë vërtet, prej shenjave se Krijuesi i Madhëshëm është i hidhur tek krijesa, tek robi i tij, është që nëse ai e vret kohën, ose nëse ai nuk din për ta menaxhuar kohën, nuk ka vizion, s'ka strategji, s'ka organizim, s'ka vetë disciplinim se si me shfrytëzu këtë pasuri madhështore. Ne du nga njëherë, mirë po për shenjat do të mira, që është Zoti i Madhëshëm, që është i kënaqur me robin e tij, është kur njeriu e shfrytëzon kohën e tij në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, njeriu dhe besimtari duhet patjetër të jetë prej atyre që ta ketë më rëndësi dhe të lexojë literaturë. Literatura tash bashkohore sa i përket menaxhimit të kohës është një literaturë jashtëzakonisht e bujshme. Në të kaluarën ndoshta do të nuk ka qenë sikurse ç'është është tash, duke e parë rëndësinë për shkak që do të koha nuk vlerësohet. Na nganjëherë, nëse më lën Ermin, ta zom do thotë, nëse jemi do të ndorës, jemi do të pranë detit, edhe shohimi do të një person i cili i gjuan në deti 1.000 euro. Unë dhe ti si e vlerësojmë. Më spaku që e vlerësojmë ka që rregullime do të psiqike. S'është njeriu do të me mendje të shëndosh, me arsye të shëndosh, nuk e gjun pasurinë e tij për arsye se do të 1.000 euro do të janë më spaku do të 3 rroga në Kosovë. Mirë po, dhe ne e nënçmojmë, edhe i themi që do të është njeri që është i shkujdesur, është njeri i cili do të nuk din me rujt ai që edhe ka përgjegjësi dhe është më rëndësi jetike për njeriu që me jetu do të këtë jetë, gjatë kësaj jete. Mirë, nëse e shohim do të një njeri i cili me të vërtet e vret kohën duke e kaluar do të kot, me plot kuptimin e fjalës. Ne nganjëherë do të sikurse jemi mësuar edhe nuk e shohim sikurse të metë. E vërteta është se ky personi i dytë është hale do të edhe më i shkujdesur se sa personi i parë. Për arsye se pasuria që ne e kemi do gjatë kësaj jete ka mundësi do të më kompenzu nëse e gjuan, nëse e shfrytëzon do të keq, ka mundësi më kompenzu. Koha a ka mundësi do të më kompenzu? Asnjëherë. Ka thënë Hasan al-Basriu, ma min yawmin yanfajru illa wa yunada. Nuk ka ditë që shpërthen, nuk ka ditë që lind dielli, përveç se është një zë i fuqishëm duke thirrë, ana khalqun jadid, unë jam një krijesë e re. Koha është krijesë madhështore që e ka dhënë Zoti i Madhërisht. Unë jam krijesë e re, fatazawwad minni, andaj më shfrytëzo mua. Fa idha dhahabtu, pse? Për arsye se kur të shkoj, la udu ila yawmil qiyame, unë nuk kthehem më deri në ditën e llogarisë. Për këtë arsye do të ky dyti do të më vlerësu, do të që hale është edhe më i shkujdesur. Ka do të lashë hale do të edhe më të mëdha për arsye saj po e vret vetë jetën e tij, apo po e vret vetveten, sepse njeriu është vetë jeta. Interesante kjo mënyrë e qasjes që bëre. Po. Patjetër, është momenti juaj për të folur, jo nëse do të lejoj, po do të lejoj. Faleminderit me Regjepi, shumë bukur e cekë dhe ka aspekti fetar sa është vlera e kohës. Në këtë aspektin profesional
unë e shprej ato që a e lejon dikon të ta vjedh kuletën, por për gjepet jo. Njëjtën gjë nuk duhet me leju kurkush me ta vjedh kohën. Se shumë shpesh na ndodh, vjen njerëz në kohën kur jam angazhuar më shumë me punë, vjen thotë që marr me të pa, marr me pa një kafe, mirë pre. Po këto gjërat kanë ndryshuar, ka mundësi me lajmërua, kom koha, jo, edhe gjatë menaxhimit të kohës shumë është mirë me ditë me thonë jo. Atë më fal, nuk kam lajmëram, më vonë mu taku, kretë në rregull, po kam një punë rastësisht që duhet kryhet. Duhet edukohem këtë aspekt shumë, që edhe në aspekt fetar që po lidhet me atë që tha edhe Rexhepi. Edhe një send shumë pëlqej që këtë pjesën që e cekë Rexhepi është kompenzimi i kohës. Kjo sot kohës që e hupim sot nuk kthehet më. Për ato e ka që është flerët që thonë koha është para, koha është ndërpasurit ma të maja që janë. Se kretë mundesh me i boti, nesër, vjen del mundesh me kry një punë, mundesh me asi, po kohën nuk mundesh me këti mbas. Për ato e ka që atë shash vlerë, që asi, që na fatkeqësisht shoqënia jonë svoni pak e ka nisë me mja ditë vlerën, e ka nisë me punu në drejtim, po shpresoj që kanë me mja pranësi pak ma shumë, mja për kushtu që me pas më konë një emir, menaxhimi i kohës, një emir fillt e gjithë shoqërisë tonë, edhe popullit tonë si kulturë. Po pra se kur imi ke populli ynë, ne du të kuptojmë një gjë, du të themi me të madhe këtë gjë, nëse kemi predispozitën e mirë që nëpërmjet këtij misioni, bisedave që trajtojmë, çështjeve, të mbjellim një mendim pozitiv, du t'i themi gjërat. Raporti me kohën tek ne është një mungesë e jashtëzakonshme e perspektivës për zhvillim. Si e shikoni ju? Ju e prekni më tepër sepse jeni në fushën e biznesit. Si e shikoni? Pra, a ka përmirësime në këtë aspekt? Ka filluar duke e kuptuar këtë rëndësinë e kohës, pastaj ku është forca diktuese? Se mirë, okay, ti je biznes privat dhe nuk ja lejon keq menaxhimin, je privat. Po shteti. Po. Dhe këtu pastaj kalojmë në pikën tjetër që ky shtet që toleron zyrtarët e vet ta shpenzojnë këtë mënyrë, si mund të më shërbej mua, si mund të jetë të për mua. Këto njerëz nuk punojnë, pikë marrë, harxojnë kohën. Ata shkojnë trajnime, seminare nëpër Evropë, nëpër Amerikë, kudo dhe në Arabi, në Dubai, kudo që shkojnë, ata shkojnë me dalë fotografi. Ku shkojnë me mësu diçka, ku ka me anësi, ata ikin, ata është e turshme. Nëse me marrë një uri të reja, me kriku kontakt të reja, me pru mundësi të reja për shtetit, popullit ka zgjidhur përfaqësues, për me bo diçka, adin me marrë sena të reja dhe me kontribu. Duke qëndruar prapë të biznesi, ka disa lloj biznesesh, ka disa lloj aktivitetesh që janë të kushtëzuar pikërisht, suksesisht i kushtëzuar nga koha dhe megjithatë nga shtrirja kohore. Ashtu siç ka bim, ka pemë, ka fruta të cilat e japin frutin e vetë në një kohë të caktuar, pastaj këtu futet dhe virtyti i durimit, ka urtësinë e vet ajo. Për shembull, tek bizneset që e kanë përfitimin e tyre në kohë. Si ndodh? Si qaset një biznes kësaj? Kjo kisha ndërlidh me një send shumë praktik, një bujk. Po. Du ta punoj tokën, du ta mbjell, ta levroj tokën, du ta mbjell faren, du ta ujis. Duhet të kujdeset për barishtat e mandej në bas një kohë që të korë sukses. Njëtë e ndodhë dhe në biznes. Duhet shumë ta trajtojmë në më të mirë të mundshme edhe në këtë frymë që ta kultivojmë. Ta mbjellim se jo ndo gjanat që mundë mu fitu më shpejt parat, po jo dhe sene që du të kemi durim, si shetë edhe jo, edhe me prit rezultatet në tarmen, po nëse punohet vazhdimisht, menaxhim të kohës mirë dhe me popullohet që dhe nëse i bëhet hizmeti i mirë, atëre fruti ka me dalë edhe mirë. Nuk ka pas të lashe, ma pak kam, edhe nëse jonë ato kanë mu të kalu shumë ma letë. A është prapë mbetimi të bujku, për shembull, ulliri është e jep, ka kualitete ulliri, jo të gjitha e jep mbas 7 vitesh. 7 vite, tash i varet se si, kjo varet nga formimi i njeriu, nga psiqika e tij. Për 7 vite për dikë mund të jenë shumë. Për dikë mund të jenë e nesërmja. A është përcaktuese psiqika në suksesin në biznes? Shumë, vërtet. 80% është qasja, 80% në sukses biznes është qasja pozitive.
qasja pozitive drejt punës, drejt vullnetit mirë që çdo mëngjes pra për lidhi me ato trajnime që kom. Edhe e kisha nda një përvojë që kom pa, vitin e kalum kam qenë në seminar në Austrinë Vienë në Brand 3, që është një ndër spikerat më të njohur amerikan, edhe shkova pak më herët. Zakonisht shkoj në evente përgatita, i marrë materialit, edhe i mora materialin, unë në shkruva, u vendosa, po dalë jashtë të dera, të koridori, ku pisho 4 persona po afron, diçka të ngjofshëm, po afron, api pisho, Ermal Mamasi, Ami, shoqja vet, Ermiri vllau, edhe Mustafaj, të katërt. Unë, mirë se keni ardhur, përshëndetje, jeni mirë, po ato u habetën tash. Nuk e dishin, a jam me këta austriak që organizator, a me atë amerikanin që ka ardhur për ligjërat, për shitje. I ratoa në vend, edhe tash prapo, tash aty që s'ka një kafe ta pjen bashkë, hajde, okej. Ashtu pak si të habitum, së të dishin, ullëm, për ka shie pa ata Ermalin, shoqja vet Ami për skaj, Mustafaj nanën e majt, edhe për skaj maje e pa ata vllanë, Ermirin. Edhe tash dy po biset, po më vetë, Mustafaj thëtë, qëka i mëson të ata në trajnime tuja pjesëmarrësit. Thash, gjën e parë që i mësoj është, kur qosh mëngjes, duhet me thonë vetës që me qasje pozitive. Sot do t'jem më e mirë se djetë që kam qenë. Ati një s'ka ndodhi. Ermali në telefon të i foqë, i kishë Samsungi për para, veç e ka ngritë kokën lartë edhe po bësesh. Ma këtëm për para, më në tregon wallpaper, edhe një që a kishë shumë, today I will be better than yesterday, tash, bravo, tash. Respekt, tash, për, a ju shumë popularizum, njerëz shumë i vlerësum, po prapë po investon vetin, prapë po shkon, po bon shpenzime, ala me shpenzime, për merë edhe grunë, edhe vllanë, edhe shokun, për me vetë përmirësu, kështu që qasja pozitive është 80%. Në vetëm 20% është strategjia dhe taktika që në tje përdojë për me arrit sukses njëtë. 80% që është qasja pozitive, mendore. Shtë që do të nëse plëtsojmë, dallimi mes njeriut suksesshëm edhe njeriut jo të suksesshëm nuk është dallimi që njëri do të ka pas kohë më shumë edhe tjetri do të jo. E vërtet është që krijuesi i madhëshëm me drejtsinë e tij absolute, që të gjithë krijesave, duke përfshirë dot edhe ata që e mohojnë edhe nuk e pranojnë si Zot dhe krijues, që të gjithëve në dispozicion u ka dhënë 24 orë, jo më shumë as më pak. 52 javë, 350 as më shumë dhe as më pak. Por është pyetje tek menaxhimi dhe tek shfrytëzimi dhe vlerën që ja do të kohës. Është interesant se, për shembull, Albert Einstein, i cili ka pas një kokë, ose do të plot njerëz e kanë menaxhu mirë kohën, e kanë shfrytëzu dhe atë shfrytëzim të mirë, pasandej do të kanë pas rezultate marrëmendse. Po e përmend do të një rast që është do të paka shumë do që kur e kam lexuar për herë të parë më ka befasuar. Është një sahabi i cili nuk ka jetuar më shumë se 37 vite, moshën që tash unë e kam. Edhe ky sahabi, kur e ka pranuar shoki i dërguarit, shoki pejgamberit sa shpreha sahabi, kur e ka pranuar Islamin ka qenë 30 vjeçar. Ka jetuar në Islam vetëm 7 vite. Kur ka vdek, ka ndodhur disa fenomene që janë befasuar që të gjithë. I dërguari Allahut ka thënë kështu, do të fjalin shumë decitive. Ihtaz Arshur Rahman li maut Sa'd ibn Mu'adh. Është dridhur arshi, që është krijesa më madhështore që ka krijuar krijuesi i madhëshëm me mëshirën e tij dhe drejtsinë e tij dhe krijimtarinë e tij, për vdekjen e Sa'd ibn Mu'adhit. Edhe kur e kanë mbartur sahabit, kur e kanë mbartur do të në krah, ka qenë aq i lehtë sa që kanë menduar se në tabut nuk ka xhenaze. I dërguari Allahut do të ka thënë se e kanë mbartur innal malaikata kanat tahmiluhu. Atë e kanë mbartur me lajket. Shtrohet pyetja tash, si ky njeri, më po me këshyr tash, kë ka jetuar 37 vite. Kemi njerëz që jetojnë do të 100 vite. Mirë po ai është i vdekur para se me vdek. Kur vdes se përmend askush. Pse do tash është dallimi që duhet? Janë disa njerëz që i përmendim vazhdimisht.
për shkak që kanë qenë aq të suksesshëm, aq të dobishëm, aq kanë qenë dot njerëz që i kanë dhënë dot njerëzimit. Shtrohet pyetja dot ku është sekreti? Sekreti është tek menaxhimi i kohës, gjithsesi tek shfrytëzimi i pasurisë më të madhe që e ka dhënë krijuesi i madhëshëm çdo njeriu, edhe ai do të pas kësaj, pasi që ka menaxhuar, ka arrit suksese do të në këtë botë, edhe emri i tij nuk harrohet asnjëherë dhe ne i përmendmi imi të detyruar për ti përmendur. Përmende diçka dhe sepse janë dhe minutat e fundit dhe duhet të ndalim. Kemi parashikimin dhe profetik të ecjes së kohës, të kalimit të kohës shpejt. Pra këtu nuk kemi të bëjmë një ndryshim fizik të përmasës kohore, por kemi të bëjmë pikërisht me ato element të jetës sonë që e bëjnë që koha të kalon ka shpejt, duke mos... Pra ka të bëjmë me menaxhimin, siç e tha dhe ju, 24 do jenë. I nderuar Erimir, shpejtësia absolute sipas Albert Einstein është shumë e qartë. E baras me c në katror. Energjia është e barabartë me prodhimin e masës me shpejtësi të dritës në katror. Shumë është e qartë do të kjo. Që do të thotë që ne është gabim, s'po flas që është gabim me thonë që unë e menaxhoj kohën. Sepse do të kohën unë dhe ti s'ke mundësi me menaxhu. E është krijesë që është vetë fare, ai ka do të punë të veta. Është krijesa apo që ka shpejtësinë do të, apo shpejtësinë absolute do të nëse është sipas Albert Einsteinit. Mirë, po shpytje që do ta zëm dot. Një person i cili do të ka mundësi do të 1 minutë me llogarit në konceptin e tij sa 1 orë, kurse do të një person tjetër 1 orë e llogarit sa 1 minutë. Pse? Njeriu i cili do është i burgosur do të nxeli, edhe ka turistnisë do të vdes ose do të ekzekutohet. Bëj i bindur se ai 1 minutë e llogarit jo 1 orë, por më shumë. Kurse një njeri i cili do të është, edhe kështu Albert Einstein e ka do të mënyrë alegorike, nëse një njeri është ka diçka që është i kënaqur me diçka, ora ju do këtë do të 1 minutë. E vërtetë është do të edhe për këtë burgosurin, edhe për këtë tjetrin i cili ka ndonjë kënaqësi, që të gjithëve do të kohë është njëjtë. E njëjtë është. Mirë, por njeriu si e përjeton. Ermir, ndoshta do të, për shkak që koha do të, po kam qef me zbërthy do të një çështje më rëndësi të veçantë. Ne deshtum jemi do të frymarrje. Do deshtum do të na jemi që një grumbull ditësh, edhe kjo do të ecë pa na pyetur fare. Sa e shfrytëzojmë tani është në përgjithësinë tonë. Është një prej autorëve më brillant. Një prej autorëve do të që më ka mahnitur do të formën se si e ka shkruar do të librin 7 zakonet e njerëzve më të suksesshëm. Kur flet për nocionin kohë, apo kur flet për menaxhimin e kohës, e bën një zbërthim që më ka mahnitur. Jo vetëm mua, por ka mahnitur do të edhe shumë do të njerëz që kanë mendje të ndritur. Ai thotë që çdo njeri prej nesh, kohën kemi me kaluar njërin prej 4 katrorëve, ose 2 katrorëve, ose në të katërtit. Që do thotë që katrorin e bjen që katrori i parë është që është me urgjencë edhe është me rëndësi jetike. Ky është katrori i parë. Katrori i dytë është shumë me rëndësi, por nuk ka urgjencë. Katrori i tretë është që ka urgjencë jetike, është shumë urgjente, por nuk ka vlerë, nuk ka ndonjë rëndësi. Dhe katrori i katërt është që ka shumë që nuk ka as urgjencë dhe nuk ka as rëndësi. Që do thotë? Tash kjo e ka shtu një pyetje kështu thotë, ose sqarim se i shpejt. Çka është urgjencë edhe është më rëndësi? Për shembull do të, në jetën e përditshme do të kemi do të shumë çështje, ta zëm do të vrahet djali. Automatikisht, edhe nëse je do të në namaz, momentet nëse do të vrahet fëmiu, edhe është goditja do të shumë e rrezikshme në kokë ose diçka, ti duhesh me ndërprej do të namazin, do të më çu te mjeku për arsye se është jetike do të për të, është urgjencë për të. Për besimtar kur janë do të tazam do të është dita e xhumas. Kur vjen do të koha e namazit të xhumas, është edhe më rëndësi, edhe në të njëjtën kohë është edhe urgjencë. Edhe namazet e kanë do të këtë rol, që do të kodjen do të koha që jemi të obliguar do të brenda ditës 5 herë, që nuk marrin më shumë se gjysmë ore brenda ditës. E dyta që është më rëndësi shumë, mirë po nuk është fort urgjente. Çdo njeri prej nesh kemi do të nevojë që përmend do të mu avancu. Unë jam thirrës. Edhe mirë po kam nevojë që unë të përgatitem edhe në shkencat jo islame.
edhe do të menaxhoj gjuhën angleze, do të kryj kurse, që unë të avancohem, sepse kjo është për të ardhmen. Ky katrori i parë është që i realizon çështjet ato për ato. Katrori i dytë është i takon të ardhmes. Katrori i tretë është që nuk ka rëndësi, por është urgjente, fatkesisht është kjo është ato elementet që na vrasin dhuntin më të madhe që është koha, që vrasin do të kohën, ta zom dot, takimi me shok dhe bisedat të gjëra, fatkesisht nga njëherë duke marrë me thashëthëme dhe gibet, fatkesisht edhe muhabetet që nuk kanë dobi as kësaj bote dhe as botës tjetër, ose për shembull ose qysh është hyrë në trend, t'ja qëtësh vetës kush që ti ndjekësh 300 seriale, 300 epizodet një serialet, realisht ti me i ndëgju do 300 orë, bësh profesionalist në një shkencë. Ky është Denisi e ka profesionin e vetë, me i shiqu unë 300 orë në drejtimin e ti, ko gjë i afrohem. S'po them që parësy se kështu është fakulteti kryet me 180 orë, nuk kryet do të më shumë. Nuk kanë do të më shumë, do të me pa me këshyrë. Edhe e fundit është as nuk ka rëndësi edhe as nuk është urgjente. Kjo është ai tmerri, kur njeriu do të e humb dhe e vret do të kohën e tij. Shtrohet pyetja tash kështu, ai ka vetë një pyetje kështu. Cili është më rëndësishëm? A është ai që është urgjente dhe më rëndësi, apo katrori i dytë që nuk është urgjente, por është më rëndësi? Ka thënë që njerëzit e suksesshëm, njerëzit vizionar, njerëzit që kanë do të arritur, do të jashtëzakonisht të mëdha, e kalojnë kohën më së shumti në katrorin e dytë, tek ajo që është shumë më rëndësi, por nuk është urgjente. Sqarime jashtëzakonisht të vyera, mesazhe gjithashtu mjaft të rëndësishme, sepse janë receta sidomos për shoqërinë tonë, që e ka menaxhimin e kohës pak dramatike, për të përcjell, për të marrë në konsiderat, edhe për ta ndryshuar një trend gjithmonë në raport me kohën, se të kërkosh zhvillimin, të kërkosh progresin, të flasësh gjithë ditën për atë, dhe të bësh ç'është e mundur që ai mos realizohet, mos bëhet kur i mundur, duke nisur dhe duke përfunduar sidomos te koha, një absurd të tillë s'mund ta mbaj përjetësisht një vend. Ju faleminderit Denis, edhe ty Recep për të gjitha sqarimet që dhat. Bashkë mirë të takosh. Ju faleminderit të gjithëve që na ndoqën.